Këto vite, megjithatë, mund të shënohen edhe si vite të më të kopshme për historinë e kombit shqiptar, pasi që në krye të lëvizjes kombëtare vijnë njerëz të cilët në asnjë moment nuk do të realizonin premtimin e bërë përpara shqiptarëve që Kosova të bëjë shtet i pavarur. Janë po këto vite kur pas një zhgënjimi të plot në klasën politike do ta nxjerrnin në balltë një force të re ushtarake politike të Kosovës, në njeri me emrin Adem Jashari nga Plekazi Drenicës, i cili historinë e shqiptarëve do ta ndryshonte për 100 vjet. Ky burr Drenice, me vendosmërinë që të sakrifikohet për idealet të shenjta të lirisë, do ta thërriste ndërgjegjen e kombit shqiptar dhe do të trokiste fort në ndërgjegjen e botës perëndimore. Bashkë me një grup shokësh, Adem Jashari, që nga viti 1992 do të jetonte në malet të Drenicës dhe do të krynte me 10 atentate kundër pjesëtarëve të policisë, sinonimit të shtypjes, poshtrimit dhe të përsekutimit shqiptarëve. Adem Jashari, bashkë me vllajën e tij Hamzën, edhe pse të ndjekur e të kërkuar nga organet serbe, edhe pse jetonin bashkë me qetën e tyre në përmalje të Drenicës, duhet ktheheshin që të shmalleshin me nënën, babain dhe antarët e tjerë të familjes. Dhe nëna do t'ulej me mesin e djemve të saj e do të rrefen. Në një natë janari, kur Udbeja kishte marrë vesh, që edhe vllai i madh, Rifat Jashari, kishte ardhur nga Gjermania në fshatin Prekaz, pranë familjes së tij. Po, mira. Unë për vinë të vëjtis. Shumë jërnikë të dojnë jashtë, po, jërnet edhe mrena për. Që ta jena mrena bëllë dojnë në në ota kiku, hallo. Si farë të shmonit. Dhe bëllë kemi duru. Dhe kënë të komi në Në shumë në nërë baratien që kanë qitë vishtat ka ferma. Në pak janë një se... Po, Serbia, Kore, Austria, Serbia, Drysë, Namësi, Kardohë, Gjermënë, Italiane, tonë një shku. Edhe kjo ka më shku. Së s'ka mujtë në mujtë. Ka një jo në këtë. Po kjo të këtë të vetë këtë kam vetë komën e sësare. Vetë që ka ja ushtim frikën anë vetë vetë civilë. Po në të mashtërën e të takserat. Adem Jashari, bashkë me grupin e shokëve të tij, siç ishin Samil Ushtaku, Jakub Nura, Fadil Kadriu, Loredin Ushtaku, Sahit Jashari, Ilaz Kadriu, Recep Selimi, Suleman Selimi, i njohur me emrin Sultani, Temilla Drovci, Zenun Kadriu, Alio Nuzi, Idriz Aslani, Besim Rama, Jetullah Geci, Najt Hasani dhe shumë të tjerë, duke kryer aksionet e një pasnishme, do të bëheshin të merë për forcat e policisë serbe dhe hafisë shqiptare. Organet gjyqësore serbe u kishin ngritur aktakuzën këtij grupi njerëzish, ku Adem Jashari akuzohej se pas kryerjes së ushtrimeve ushtarake në Shqipëri, në gjysmën e dytë të vitit 1992, është futur në Kosovë,
ku pastaj me grupin e tij kanë kryer një varg aksionesh kundër stacioneve të policisë serbe. Adem Jashari akuzohet se bashkë me shokët e tij gjatë periudhës 92 deri në vitin 98 kanë kryer mbi 63 atentate, me që rast kanë lënë disa të vrarë e shumë të plagosur. Dhe në kohën kur kjo bërthame pare ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke pasur në balë një komandant trim si që ishte Adem Jashari, përmes aksioneve që po krynte në përgjithë territorin e Kosovës, kishte shpallur Drenicën pothuajse zonë të lirë. Dikush në Prishtinë po thoshte se këto janë veprime të shërbimit serb. Mirë po, tani po fliste pushka e Adem Jasharit. Ai nisej bashkë me vllajën dhe shokët në për akcione të reja. Dhe kjo pushkë do të dëgjohej në gjithë botën. Kjo pushkë do të trokiste thellë në ndërgjegjen e botës shqiptare dhe në ndërgjegjen e perëndimit. Adem Jashari me pushkën e tij do të bëhej tmerri i forcave policore serbe në Kosovë. Tani të tje ushtar dhe polic serb nuk do të flenin ma qetë nga pushka e Adem Jasharit. Vrasja mësuesit Alet Geci me 28 nëntor të vitit 1997 në fshatin Laush të Drenicës, në shen hakmarrje kundër thyrjes që kishte bërë UÇK-ja forcave serbe në tentim për të shkuar në fshatin Turiqevc, i detyroi ushtarët e kësaj ushtrie që të paraqiten për herë të parë për para 20.000 shqiptarëve të mbledhen në ceremoninë e varrimit. Ne pa unë të kuhuet e bajnë forcëve tona, mrau njerëz të papajshëm, shtiu mbi shtëpijës tona. Vëllezër, në skenën tonë politike kanë dalur jashtë parti politike fuqata, të qitë të cilat flasin gjojën e emër të drejtës interesave të popullit. Disa për tyre mundohen ta degradojnë luftën tonë të shtetë me qëndrimin e tyre pacifist. Atyre u themi mjaft se një ditë do të mbalkoj historia. Por regjimi serb nuk do ta lënë të qetë Adem Jasharin dhe familjen e tij. Një natë, kur ai po çmallej bashkë me gjithë familjen, forcat serbe ishin duke kryer rrethimin e shtëpisë së tij. Në shtaktohet, kena nërmen me liftu dikë në desit.